Vion të jetë ndër rrugët më të degraduara ajo që njihet si rruga e fushave sportive në Shtojë të Ri, drejtimin për në liçenin e Shkodrës. Përveç qindra familjeve në të dy anët e saj, si dhe disa bizneseve, kjo rrugë shërben edhe për kompleksin e fushave sportive. Janë këto arsyet pse kjo konsiderohet si një ndër rrugët më të rëndësishme në zonën informale Dobraç-Shtojë Ri, por ka mbetur e pa rregulluar prej rreth 30 vitesh, që kur nisën të ndërtohen banesat e para. Banorët theksojnë vështirësitë e lëvizjes në këtë rrugë si dhe kostën e dëmtimeve të automjeteve. Këto është me të ndërejtën tash 25 vjetë, më le rrit këtë logje, edhe është kështu. Për çdo ditë mozi është. Për çdo ditë mozi. Si na zot me vojë makinës, me bë kur gjo, se s'ke ku e lën, s'ke ku shkon. Do të më lënë të rrugë mort kom, se dhimbet i makinës, dhimbet i diçka. Se di, s'mund me bëj diçka për veti të poshtë, me thonë se po na animon rruga, po vjen drita s'kas. Me roj shi, me ro, ikën dritat. Për çdo herë që do të më çon servis, minimalen 300.000 lek, minimalja 300.000 lek duhet servisi. Se edhe pro, se kam lërgë, se ke edhe më lërgë son, e kam jetu shpinë. Pa është katastrofë. Do të me mëllë gjoma se rrezik me dol për makinet kur në grupa. Rruga këtu s'ka nevojë për koment. Ashtë si e shihni, për faqet zezë, tanë grupa, tanë ujë, gjithçka. Loq, balt, plohën versh, nuk se di që me thonë as vetë. Kush s'ka arë mu marrë me ta, kush ashtu, unë kam një 20 vite që bajtë në i këto, e njëta problem është, njëta gjana me fjallë, që s'merët kush me këtë punë. Para pak kohë u bë një ndërhyrje me çakull duke sheshuar gropat për gjatë kësaj rruge me gjatësi rreth 2 kilometër deri në brigjet e liçenit të Shkodrës, por rreshtet e shumta të shiut e rikthyen atë në gjendjen e mëparshme me gropa dhe balt. Banorët kërkojnë nga pushteti vendor që të ndërhyet një herë mirë për asfaltimin e saj për t'i dhënë fund kësaj situate të rëndë që zgjat prej 3 dekadash.